sa kushton bukuria, kur e dime që jo shumë, po të gjithë ne duam që të dukemi në fund të ditës të dukemi e bukur, pa a ka limit sa i përket trajtimet në mënyrë që të bëhemi më të bukur, do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit. Me mua në studio kam dy gra, e që gjithashtu po dukem bukur. Përshëndetje, Albana dhe Atifete. Përshëndetje, përshëndetje. Albana, kemi parë faktikisht që trendi i ndërhyrjeve estetike është në rritje e sipër, por kemi parë kohëve të fundit që ndërhyrjet estetike po rezultojnë disa prej tyre edhe me efekte anësore, si që mund të jenë edhe ndonjë reakcion alergjik apo edhe ndonjë dëm tjetër. Konkretisht, ndërhyrjet estetike a mund të shkaktojnë dëme të mëdha? Ndërhyrjet estetike nuk janë ato që shkaktojnë dëme, se na i bojnë ato ndërhyrje për me pas një pamje më të bukur, mirë po problemi po që ndronë kohën e fundit që po injektohet prej personelit ose prej stafit i cili nuk është shëndetësor, nuk den mënyrën e aplikimit, dozat e aplikimet, sasinë e aplikimet ose edhe metodat, muskujt ku duhet me apliku, për këtë arsye po vjan deri tek ato problemet të cilet po shfaqen kohë pas kohe që po janë shumë prezente kohën e fundit nëpër media. Do më thënë, këtë është problemi tek mënyra e aplikimit? është tek mënyra e aplikimit, tek produktet që po i marrin edhe metodat, ose edhe personat që po janë të kualifikuar për atë punë për me injektu. Po në efektin psikologjik, si mund të shpjegohet kjo dëshira, ndoshta, ose të ndryshe, a ka limite dëshira për të qenë i bukur? Paraprakisht, nëse vetëm gjatë gjithë kohës një individ e ka shumë të nevojshme me qenë i bukur edhe ajo është dëshira ose ajo që e përmbush, patjetër që nuk ka limit edhe ajo ka të bëjë me ndjesit ose mungesën e përmbushjes brenda vetes. Për të dukur i bukur ose e bukur se cili duam, kjo është qysh në kohën e lashtë në Egjipt, ku me ato kozmetikat ose produktet kam përdor për të zbukuru. Patjetër, gjatë gjithë histori, sidomos këtu flas për gjinin femrore, patjetër që është shumë e rëndësishme të duket i bukur, po asnjëherë pa dalë jashtë vetes, edhe asnjëherë pa qenë prioriteti bukuria. Pamja, veshja, mënyra se si tjetri flet, mënyra se si tjetri komunikon, edhe këtu jenë pjesë të personalitetit. Përveç asaj, kam pas studime të vazhdueshme rreth bukurisë, ku në rreth viteve 70, më duket 72, tani nuk jam shumë e sigurt, në një studim ka rezultuar si njerëzit që kanë një pamje më tërheqëse, gjithashtu të tjerët kam përfitu privilegje nga të tjerët, një respekt më të madh, të tjerët i kam pasi njerëz më inteligjent, që do të thotë, ty ta imponon shoqënia në shumë raste për të qenë ose për të dukur bukur. A është ky faktor edhe në shoqërinë edhe në kohën në të cilën ne funksionojmë? Pa dyshim, tani është akoma më e theksume, prandaj në studimet, po foli në studimet që janë bërë me vite, ka rezultuar si gjithmonë ka mundësi një pamje më tërheqëse ta zej vendin e punës para një pamje jo tërheqëse. Kjo tregon si ka një lloj diskriminimi për shkak të mënyrës se si e perceptojnë personin e më tërheqëse, perceptojnë si person më të dashur. Ka studime që janë bërë raport me fëmijë, ku fëmijët më tërheqës gjithmonë kanë qenë edukatorët më të kujdesshëm për ta, ose më të dashura se fëmijët të tjerë. Prandaj tani vërtet është egzageruar, tani duke marrë parasysh si kjo jeta sipërfaqësore vetëm e ka thellu këtë nevojën për të qenë e bukur dhe për të përmbush me pamjen ose bukurinë, gjë që nuk të përmbush, patjetër një grua sidomos duhet të mimbahet, nuk e diskutoj, gjithmonë duke ruajtur atë autenticitetin e vet, për shkak se ajo është, mendoj, dhurata më e madhe që na kemi, ajo çfarë neve na bën kemi unik, prandaj këtu është dallimi, ndërsa një person i cili gjatë gjithë kohës mundohet të ndryshoj pamjen, të vazhdojë me këto tretmane që po kalojnë në mani, patjetër këtu nuk janë probleme me pamjen
jemi në problemet që ka brenda vetës e që duhet para prakisht të trajtohet tek psikologu. Thua që personat të cilët bëjnë vazhdimisht ndërhyrje estetike mund të konsiderohet edhe si që rregullim edhe duhet ka nevojë edhe për psikolog? Pa dyshim, këto nuk e vojnë dyshim, për shkak të pakënaqësisë që kanë gjatë gjithë kohës, edhe për shkak të nevojës ose për shkak të asaj vlerës ose vlerës patologjike që i kushtohet pamjes, që do të thot e humbet vlerën e brenda vetës ose individit që është, prandaj mendoj si kjo është një mungesë dashnije shumë e madhe ndaj vetës dhe mu mundu me kompenzu ose mu validu patjetër ose mu aprovu prej të tjerëve. Njëjtën kohë, është edhe kategoria, ajo kategoria cila nuk e mban vetëm fare edhe nuk mirët me vetëm. Prap edhe kjo është problem. Që do të thot gjithmonë duhet të jetë një farë lloj mesi. I bie që bukuria mund të shkaktoj që rregullime të ndryshme. Jo bukuria. Mania ose themi. Jo, nuk është bukuria, po njerëzit apasionum për të qenë të bukur, për të qenë të bukur, ajo tregon një zbrasti edhe një mos përmbushje edhe një mungesë dashnije për veten e vet. Po. Kjo është. Po, Alban, për të shmangur ndoshta edhe këto dëmet, po i quajmë kushtimisht dëmet që mund të shkaktoj edhe aplikimi ose ndërhyrje të ndryshme në fytyrë, por edhe në pjesë tjera të trupit, çka duhet të ketë parasysh para se të bëhet aplikimi, para se një person të shkojë që të bëjë ndonjë ndërhyrje, çfarë duhet të ketë ai parasysh, po në anën tjetër edhe personat të cilët e aplikojnë faktikisht? Kushtrim çdo herë para se të bëjmë një ndërhyrje ose një tretman ose çka do të qoftë, ose edhe një nxjerrje dhëmbe ose çka do të qoftë tjetër që kemi për me punu te ai pacient ose tek ai klient, është mirë që të merret një anamnezë detajuar e pacientit dhe të shikohen ndonjë problem me shëndet i pacientit, ndonjë reakcion alergji që ka mujt me ndodh më herët prej ushqimeve, prej produkteve tjera ose çka do të qoftë tjetër. Për këtë arsye është esenca e një anamnezë detajume. Nëse ne shkojmë edhe e marrim një anamnezë detajume të çfarë klientat tonë ose pacientat, eliminohen pothuajse çdo komplikim tjetër që mundet më ardh pas aplikimit botoksa, fillerave ose çka do të qoftë që kemi bëu te ai pacient ose tek ai klient. Kështu që e mira e krejt kësaj pune është që të kemi një bashkëpunim sa më të mirë me ata klienta, edhe të mundohemi që t'ia nxjerrim çdo problem që ka ai klient. Ka shumë prej atyne që hezitojnë për me tregu, se nëse veç tregojnë që ka pas ndonjë alergji të mëhershme, nuk tregojnë se menojnë që na nuk kena me apliku ose se marrim si pacient ose çka do që ka me buaj. Për këtë arsye mundohemi që m'ja shpjegu çdo herë që duhet patjetër me tregu nëse veç ka ndonjë problem shëndetësor edhe nuk është i indikuar për me apliku çat tretman që ka me buaj. Me pak fjala, i bie që pavarësisht edhe nëse një person i cili do që të bëjë një ndërhyrje, ka ndonjë histori të sëmundjeve, themi ka ndonjë problem shëndetësor të çfarë do të qoftë ai, apo edhe një alergji. Kjo nuk e bën të pamundur që ai të bëjë ndërhyrje, vetëm pastaj të mirë parasysh se çka të përdoret, apo? Po, është ajo që nëse kemi pacientat të cilët janë me një histori të alergjive të shumta, atëherë na gjithmonë shkojmë edhe e bëjmë një testim të atij produkti që kena me injektu paraprakisht, edhe në rast se nuk ka ndonjë problem, ne injektojmë një sasi shumë të vogël, zakonisht e krahu, edhe shikojmë nëse nuk ka ndonjë ndryshem, atu nuk ka skuqje, nuk ka rritje e shenjave të skuqjes për rreth, nuk ka djegje, krurje ose çka do qoftë, atëherë ne muna me injektu lirisht se pacienti nuk është alergjik në atë produkt. Mirë, po në rast se veç shohim këto ndryshime, atëherë nuk është i indikuar to për me bë atë produkt. Ka plot prej atyre pacientave që tregojnë raste të alergjive të shumta e që nuk dalin alergji në këto produktet që ne injektojmë, siç është botoksi, fillere ose edhe për tretmane tjera të fytyrës, kemi busterat e ndryshëm. Po, atë vetë se mund të shpjegohet në aspektin psikologjik kur ndoshta dikush sakrifikon diçka për hir të bukurisë. Në këtë rast personat që ndoshta mund të fshehin problemet e tyre shëndetësore nga frika se ndoshta nuk ma aplikojnë një fillar ose një botox. Si mund të shpjegohet kjo në
aspektin psikologjik. Kjo është ajo që thash, nevoja ose mania për të qenë i bukur, edhe rëndësia që i kushtohet validimit të tjerëve ose aprovimin nga të tjerët. Që do të thotë pakënaqësia me veten e bën një individ ose e bie në atë pozitë që ai patjetër përmes bukurisë të jetë i pranueshëm nga të tjerë, ku nuk do të arrijë për shkak se sado që le të bëj këto ndryshimet, përmbushja nuk do të jetë, edhe kjo duhet të shkojë në raport me ato çfarë neve jemi, edhe mënyrën se si neve e pranojmë veten. Prandaj këto raste gjithmonë unë shpesh edhe doktorat të estetikës ose çfarë mirën me këto tretmane, vërtet unë ju rekomandoj që klientat të tillë paraprakisht duhet të konsultohen me profesionistët e shëndetit mendor, për shkak se ajo paraprakisht është një problem i atij individi në aspektin emocional ose mënyrën se si ai ndihet para se të injektoj këto ndryshimet që vetëm do ai. Po, Albana, ka raste, ose a do të kenë parasysh faktikisht edhe personat të cilët e aplikojnë faktikisht botoxin ose çfarë do lloj ndërhyrje tjetër, një limit, themi në kuptimin që vjen një klient edhe ka paraprakisht që ka bërë ndonjë ndërhyrje, po do që të bëj prap një ndërhyrje shtesë, ndoshta të zmadhoj më shumë buzë, të ketë më shumë botox në fytyrë, a vendoset të ndonë një limit edhe nga ana e profesionistëve. Deri këtu është limiti, nuk mund të bëj më shumë, apo dëshira e klientëve është mbi gjithçka. Po, ka një përqindje shumë të madhe të klientave, të cilët dinë me abuzu shumë e sasinë e fillerave, ose edhe të pjesa botoxit që vinë shumë shpesh për me bo botox, e që normalisht indikohet vetëm 2 herë brenda vitet. Këta, si të kësaj edhe psikologja, këta nuk janë të kënaqur me vetveten edhe asesi nuk përmbushen me ato sasi që na injektojmë. Shumë shpesh di me tho, jo ma, mjafton ajo që e ke, sidomos tek pjesa e buzëve që po dinë me egzageru edhe që u bo shumë trend i madh që u rrit një numër shumë i madh i njerëzve që po shohim rrugës non-stop me egzagerimet mëdhaja të mbushjes buzëve. E këto nuk është mirë me injektu ato sasi të mëdhaja, ja hup edhe formën, simetrinë e buzëve, edhe ti ndoshta je e përmbushur me qatë sasi, po të tjerë nuk reflekton bukur asnjëherë. I bie që Jo, ata gjithmonë do të jenë pa kënaqur, edhe besoj se dalin pa kënaqur, për shkak se nuk është mënyra për të ndryshuar veten, është ajo që reflekton brenda vetes. Prandaj po them, edhe kur e shohim se kjo nuk i përmbush, nuk është ajo çfarë ata duan, ata prap do vazhdojnë me ndryshime të tjera, nëse nuk është buzët do vazhdojnë me diçka tjetër, edhe nuk do ndalojnë asnjëherë për shkak të kësaj problemeve të mendshme që ata kanë. Kështu që prandaj po them gjatë gjithë kohës me shumë seriozitet, si këta individ ose këto zakonisht kjo është e theksuar tek gjinia jonë, ish dash paraprakisht me u konsultu për shkak se kjo vërtet do t'i dëshpëroj secilin herë ma shumë, se nuk do e arrin asnjëherë atë përmbushen çka ato synojnë. A i bie kjo që faktikisht ndërhyrjet estetike mund të konsiderohen thik me 2 teha në kuptimin që po o aprovove nga shoqëria, pastaj ti do të bësh edhe diçka shtesë, të dukem edhe me bukur, se më thanë që bukur po dukna, në anën tjetër, po nuk o aprovove nga shoqëria, prap të lë hapësirë që të ndërhysh. Kjo është diçka tjetër. Njerëzit si kanë konfidencë, njerëzit si janë të kënaqur me veten e vet. Ata gjithmonë vetë i caktojnë limitet. Nuk e kanë shumë të nevojshme validimin e të tjerëve ose aprovimin e të tjerëve. Nëse ata janë të kënaqur me ato çfarë ata duken, me ato çfarë ndjehen, sepse kjo është shumë e rëndësishme, mënyra se si ndjehen. Për shembull, neve secili e kemi një mënyrë të ndryshme të veshjes, sado që mua do më pëlqente të vishem në një mënyrë tjetër, nuk është në natyrën time. Prandaj gjithmonë ata njerëz nuk dalin jashtë natyrës. Edhe kjo është pjesë e personalitetit, pjesë e vetëpërmbushjes, edhe pjesë e konfidencës që kanë ata njerëz. Ndërsa kategoria tjetër e cila për shkak të aprovimit
ndryshimit nga të tjerët edhe nevoja që ata të jenë patjetër të konfirmuar prej tjerëve i bën me kalu në këto ekstreme. Kështu që kjo është kategoria me një vetë vlerësim jashtëzakonisht ulët, edhe ka shumë të nevojshme të vlerësohet prej të tjerëve, ndërsa kategoria e cila mirëmbahet ose bën ndaj ndërhyrje për shkak të asaj çfarë ajo e pëlqen gjithmonë pa dalë jashtë natyrale të saj, kjo ka të bëjë me konfidencën, edhe nuk ka të bëjë me validimin e tjerëve. Po, Albana mund të ndikoj faktikisht edhe ndërhyrjet estetike në zhvillimin e vajzave të reja, duke pas parasysh që mund të ketë edhe vajza ndoshta të moshës 17-18 vjeçare, të cilët preferojnë ndërhyrjet estetike, po si mund të ndikoj pastaj në zhvillimin e tyre duke pas parasysh që në një moshë 17 vjeçare, 18, ende janë në fazat e zhvillimit edhe të atij fizik. Po, zakonisht nuk propozohet që para moshës 18 vjeçare të bëhen të ndërhyrjet estetike, as si aplikimi i botoksit. Mund të më bëhen ai finesë e vogël, sepse unë jam prapë kundër atyre. Mundesh mi bë boost për shembull, por jo më shku me pjesë të tjera të thyrës, pasi që muskujt janë akoma në zhvillim, ndërsa këto ndërhyrje zakonisht unë i propozoj pas moshës 25 vjeçare. Atëherë veç kur ka përfunduar zhvillimi i muskujve, edhe mundesh më shku me apliku. Ka plot kërkesa prej vajzave të reja, sidomos kur është koha e maturave, që dojnë mu dok ma bukur në atë kohë, edhe ka prej aty në mirë, po me të drejtën unë s'është që kom apliku të naj vajzë e këtyre moshave. Atë vete, si mund të shpjegohet pastaj kjo? Okej, moshat e rrituna, kuptohet, janë të pavarur, pastaj e kanë atë fazën e tyre të zhvillimit ku i kanë pa dhe ndryshimet e veta, po si mund të shpjegohet kjo, kur moshat e reja ende themi pa u zhvilluar plotësisht edhe në aspektin fizik, po patjetër edhe në atë të ndërtimit të personalitetit, arrin tek pika që të vendosin të bëjnë ndërhyrje estetike. Po prandaj se nuk janë të ndërtuar, nuk janë të pikun emocionalisht. Po është ndikimi i shoqërisë në këtë rast, i familjes, apo si mund të shpjegohet? Këto moshat e reja, zakonisht ajo çfarë ndikon më shumë te shoqënia dhe rrethi. Prandaj edhe kjo është mosha që ndikohet jashtëzakonisht nga rrethi. Në përgjithësi edhe në vendimet që merr, jo vetëm për pamjen, por gjithçka tjetër. Gjithashtu kjo është moshë e cila akoma nuk është pjek, akoma nuk është formuar sa duhet si individ, edhe për ta ka shumë rëndësi aspekti fizik, edhe mënyra se si ata duken. Po në anën tjetër kjo moshë, që janë në moshën 18 vjeçare, e dim që për shumë vendime duhet aprovimi i prindve. Çka tregon pastaj kjo për prindrit? Kjo tregon se prindrit këtu nuk po bojnë punën e prindit si duhet. Në që kuptim? Në kuptimin si ata duhet të keni komunikim të mirëfillt, edhe të rrisin fëmijë të cilë duhet jenë të përmbushën, edhe të jenë aq mirë emocionalisht ndihen sa mos kenë nevojë për këto ndërhyrjet në moshë aq të re. Po ndërhyrjet tek meshkujt janë meshkujt ka ose prej atyre meshkujve të cilët e vinë me kërkesa specifike edhe ndoshta duke të kaluar edhe limitet? Jo, meshkujt dinë ma shumë e stopu vetën të pjesa e injektimeve, ma shumë se sa pjesa e femrave. Meshkujt zakonisht janë për një mirëmbajtje ma mirë të lëkurës, të kjo pjesa tjetër e rritjes mollzave të buzëve, këto ki raste shumë tralla, jo si femrat. Femrat dinë ma shumë me abuzu me këtë pjesë. Sepse e dim që edhe meshkujt, sidomos figurat publike, janë përfshirë në trendin e ndërhyrjeve. Po prapë figurat mendoj se këtyne ju imponohet paka shumë që janë non-stop si pjesë e kamerave, kontaktit me njerëz ma të shumë, edhe ju imponohet paka shumë për me bu këtë ndërhyrjet. Jo me egzageru, jo me tepru, mirë po ato finesat e vogla, eliminimi rrudha, pse jo. Apo bëhet garë mes burrave dhe grave? Nuk mendoj, për shkak të natyrës tonë edhe dallimeve që kemi si gjini, gratë edhe ashtu është gjini e cila është destinuar me qenë e bukur, edhe zakonisht një element që vlerësohet nga gjinia mashkullore është bukuria, ndërsa e kundërta është e femrat. Femrat jo gjithmonë tek mashkujt vlerësojnë bukurinë, po ka disa cilësi tjera të cilat ato i kanë ma prioritet. Kjo është në natyrën tonë njerëzore. Por tek moshat,
E përmendëm që moshat e reja nuk duhet, nuk është e preferueshme që të bëjnë ndërhyrje, po a ka ndonjë periudhë faktikisht kur është më pak e preferueshme ndërhyrja estetike? Jo, nën moshën 18 vjeçare asesi nuk guxon për me apliku, dhe nëse është aprovimi prindit edhe çka do qoftë tjetër, po tek moshat e rrituna ka ndonjë periudhë ku nuk është e preferueshme ose është më pak e preferueshme aplikimi? Jo, zakonisht mbi moshën 25 vjeçare propozohet që të bëhet aplikimi i botoksit, në mënyrë që mos vjen deri te thellimi i atyre rrudhave. Pastaj mund të ketë edhe tek nona gjithonce, te pjesa e shtatzanis, në kohën e ciklit menstrual, kur janë famnat, është mirë për me eliminu aplikimet për arsye atyne mabiosjeve më të mëdhaja të cilat bëhen. Pastaj janë do rregulla që nëse veç ke apliku botox nuk guxon për me ushtru të paktën 24 deri në 48 orë masi që ke apliku. Kështu që një moshë caktuar nuk është që e kemi. Është mirë që kohën e verës, nëse veç e ke bo mos për ekspozu diellit për një 2 det masi që e ke. Për shtatzënat ka, do më thënë, gjatë gjithë procesit të shtatzanis nuk lejohet? Nuk lejohet. Nuk është e njohur që fiks nuk bën mu bo botokse, mirë po është e propozuar që mos bëhet gjatë kësaj kohës shtatzanis kur nënat janë gjithënse. Në rregull, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij diskutimi në rreth rrotall. Gjithashtu faleminderit. Ishim duke diskutuar sa i përket pasojave që